Një hap konkret është hedhur prej sot drejt reduktimit të informalitetit, por dhe nxitjes së zhvillimit të ekonomisë shqiptare. Bëhet fjalë për çeljen e programit për përshpejtimin e pranimit të pagesave elektronike në partneritet me Mastercard Europe, të cilën kryeministri Rama jo vetëm e vlerësoi, po tha se me mbështetjen e qeverisë dhe me një fushat ndërgjegjësimi, ky transformim do të sjellë më shumë mundësi, më pak kosto dhe një ekonomi më të fortë për të gjithë. Ndërsa ftoi bankat ta mbështesin këtë proces në mënyrë aktive, Rama theksoi besimin e tij se pas Mastercard do të vinë në Shqipëri dhe shërbimi Visa. Rritja e të ardhurave nga turizmi ka shkuar në thuajse 5 miliardë. Mirë po, vetëm 4% e transaksioneve bëhen me kartë krediti. Dhe kjo tregon se sa i madh është boshllëku dhe tregon edhe sa shumë para të cilat nuk i takojnë atyre që i mbajnë, duhet i shkojnë mbrapsht qytetarëve. Ndërkohë, më herë gjatë ditës në Tiranë u mbaj takimi me çmekër Albania 2025, ku kryeministri Rama i adresoi një thirrje të fortë investitorëve të huaj për të parë resurset që ofron vendi. Është koha për të blerë qoftë edhe një gur në Shqipëri, sepse nesër do të jetë vonë, nesër të gjithë do të duan të vinë, të gjithë do të duan të blejnë dhe do të jetë shumë e shtrenjtë për shumicën prej jush. Sërish kryeministri tha se paketa e maleve ofron një mundësi të shkëlqyer investimi.